Mirë mbrëma, po japim revistën televizive. Vazhdojnë sukseset e një pasqyrshme të partisë me në krye largjatësinë e tij, që ka filluar të kthejë gropat e lëna nga pushteti i kaluar në kodra e taraca pjellore. Njeriu ynë i ri, vepra e shqyer e partisë, e shquar e partisë, tani jeton më i lumtur e më i pasur. Sipas statistikave, shqiptarët e ndershëm janë tashmë më të pasur në shumën po lexoj avash avash se është pak numri i gjatë. 1 2 2 8 9 0 4 7 4 0 0 0 lekë të rinj. Sa të pasur që jemi. Suficite ka pasur në sektor të ndryshëm. Ose 612 milion e 676 mijë lekë të reja. Ministria e Mbrojtjes 129 milion e 700 mijë lekë të rinj. Ministria e Arsimit 108 milion e 803 mijë lekë të rinj e të reja. Ministria e Brendshme 85 milion e 39 mijë lekë të hekurosura. Bashkia Tiranë 49 milion e 14 mijë lekë shumë të reja. Projekti për furnizimin me ujë të Shkodrës 29 milion e 219 mijë që më të reja nuk bëhen. Kesh 23 milion e 282 mijë lekë fringo të reja. Posta shqiptare 20 milion e 107 mijë lekë më të reja se këto më lartë. QSUT në Tereza Tiranë 10 milion e 803 mijë lekë të reja dhe të rinj, Alpetrol 7 milion e 88 mijë lekë të reja dhe Ministria e Kulturës 3 milion e 388 mijë lekë të rinj abuzim. Më falni, këto që kanë abuzime. Armiku i klasës dhe i partisë, biri dhe nipi i ballistëve, bashkëpunëtori i ameriqenëve dhe euroqenëve, i deklasuar i kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj, me poshtërsinë e tij, ka rëmuar në zyrat e qeverisë dhe pushtetit, duke zbuluar që 2 milion shqiptarëve i bie që janë vjedhur secilit 61.445 lekë fringo të rinj. Ose mos u tremni se po ja themi shumë në të vjetra, 615.000 lekë të vjetra secilit. Aq sa kushton një televizor high definition dhe një lavatriçe mirë full high definition. Pra, çdo familje shqiptare i është vjedhur një televizor dhe një lavatriçe. Kjo fal punës së përkushtuarit pa lodhur të largjatësisë së tij dhe atyre që rrethojnë, sepse mund të shkonte puna edhe më keq se kaq. Pra, përveç televizorit dhe lavatriçes, mund t'ju ishte vjedhur edhe frigoriferi. Pas kësaj analize, mund të themi me plot gojën se u gjendën më në fund se ku janë fondet për rritjen e rrogave dhe pensioneve për këtë vit. Edhe pse ato nuk janë në xhepat tanë, ne mund jemi të lumtur sepse janë në xhepat e shokëve dhe vëllezërve tanë të korruptuar, të nderuar, të cilët djersisin çdo ditë në përzyrat e tyre me kondicioner që si ne të jetojmë sa më mirë, pasi në fund të fundit paraja nuk është gjithçka. Lideri ynë dhe fanati ndriçues jo vetëm yni, por edhe i gjithë Europës, vetë largjatësia e tij, ka filluar të bëjë shkëmbime eksperiencash me gjermanët dhe t'ju mësoj atyre se jeta jetohet vetëm një herë, prandaj duhet bërë qef e jo punë. Madje ai ka dhënë edhe shembullin e suksesshëm të Shqipërisë, se si edhe Gjermania mund të ecë përpara, jo me punë siç janë mësuar ata, por vetëm duke folur e duke i lënë gjërat të bëhen vetë, siç lulëzon edhe sot Adeu ynë, i cili ngrihet si kështjell buzë Adriatikut, dhe të cilit me anë të llafeve po i rriten dita ditës rrogat, pensionet dhe mirëqenia në përgjithësi. Gjermanët kanë një shprehje, bëj gjërat mira dhe pastaj fol për to, kurse ne kemi ndryshe. Fol sa të mundesh dhe lëri gjërat të bëhen vetë. Dhe për këtë arsye besoj kemi shumë çfarë të japim njëri tjetrit. Gjermanët kanë shumë për të na mësuar se si të bëhemi punëtorë më të mirë dhe ne kemi mundësi t'ju mësojmë gjermanëve sepse duhet ta marrin jetën më lehtë se jeta është shumë më e shkurtër se që duket gjermanëve. Duke i uruar shëndet e jetë gjatë të partisë e largjatësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk natën e mirë.